Ka disa vite që shtyllat elektrike në rrugën Arqiv Blyta janë në këtë gjendje. Banorët, edhe pse janë ankuar dhe është raportuar për këtë problematik, gjendja nuk ka ndryshuar. E frika është se shtyllat mund të rrëzohen dhe të rrezikohet jeta e banorëve. Sigurisht që rrezikohem, me në radhë bandera, që është gjendje është dy banderat. Këto rrezik është edhe për fëmijë ku dolin me lujt. Unë jam banor i kësaj logjës. Për këtë problematik, një vit më parë KEC i kishte raportuar mediumit tonë se do të instalojnë kablo nën toksor dhe do të largohen shtylla. Naim Hoxha, banor i kësaj lagje, thotë se KEC nuk e ka lëshuar rrymen edhe pse kablot janë të instaluara. Kablat para 3 javë i kanë shtyt kështu, ato kablat në hala që në ardë montim. Ta vjen ekip tjetër, edhe çka zhvillohet. Si pa ta vetë mëram ata njerëz që i shtin kablat në tokë. Ndërsa sot me një përgjigje KEC na thonë se do të dalin në terren. Ndërkaq zyrtarët e KEC-it në Prishtinë kanë thënë se ata do të dalin në terren dhe ta shohin gjendjen dhe do të marrin masa për këtë problem në rrugën Arqiv Blyta këtu në Gjakov. Qytetarët që takuam sot në këtë pjesë na thanë se mbesin me shpresë që ky problem të sanohet sa më shpejt.